fati jonë I madh që japim mësim ose kemi dhënë mësim dhe unë kam qenë nga 76-ta që kam dhënë mësim që nga liceu artistik dhe nuk ka kënaqësi më të madhe tani që janë dhe rrjetet sociale, kështu që më shkruajnë nxënës që I kam pasur që nga liceu artistik. Nuk ka kënaqësi më të madhe kur ata janë mirënjohës dhe kur ata të vlerësojnë. Edhe thua pasaj, ua, po unë pas kam bërë diçka, sepse ti mund t'jesh vetë në skenë, ke jetë koncertale, ke jetë skenike, por që të japish kontribute për të krijuar breza artistësh, atëherë me të vërtet pas kam bërë edhe unë diçka, por nuk jam e vetmja. Gratë në përgjithësi lejnë gjurmë, sepse gratë janë shumë të sinqerta dhe të përkushtuara në punën që bëjnë. Zana, si e kujton momentin e parë kur si dirigjente, madje mika ime Gjoj tha ishe dirigjentja e parë në Shqipëri, por nuk e pranove me atë thjeshtësinë tënde. Si e kujton atë momentin kur si dirigjente unë gjite për herë të parë edhe e kreve këtë? Unë mendoj se dirigjentja e parë grua shqiptare ti je. Jo, nuk e pranove. Meje dhe të cilën unë e zëvendësova, se gjithmonë brezat zëvendësojnë. Mbas meje vjen dhe dikush tjetër e kështu, ka qenë Rozmari Jorganxhi, një soliste e njohur në teatrin e operës, si mezzo-soprano dhe dirigjente e korit, shumë I madh I që kishte studiuar në Konservatorin Çajkovski, ndërsa unë vija nga shkolla shqiptare. Përsa I përket pyetjes që më bët ju, rruga ime e artit nuk fillon si dirigjente. Unë jam ngjitur në skenë që në vitin 1960, kur isha fëmijë, në pallatin e pionierëve që thatë dhe ju, kështu që skena për mua ishte tashmë e njohur, por që hypen në një stad tjetër që ishte dirigjenti. Fati im ishte që unë punova me korin e vajzave të liceut artistik dhe kam thënë gjithmonë, ai kor për mua ka qenë një laborator, ku aty çfarë dija, çfarë kisha mësuar I vura të gjitha në jetë aty dhe mësova. Ato mësonin nga unë, por edhe unë nga ato. Mos them që unë akoma mësoj me personat të cilët unë I kam përpara dhe drejtoj, sepse janë të ndryshëm, unë mësoj nga ata. Pse mësoj nga ata? Sepse unë duhet patjetër që t'i përshtatem personave ose koreve të cilët unë I drejtoj. Dhe hera parë, sigurisht që ka pas emocionet e veta, Zana nuk ka qenë ajo që është tani, se më thot në një studenti, po më dridhen pak duart, po edhe mu më janë dridhur duart kur kam drejtuar në fillim, derisa njeriu fiton një siguri. Zana, unë dua të ndërhy pak për të kuptuar çfarë ke ti të veçantë në brendësinë tënde që gjithë studentët para teje janë në një hap ushtarak. Për shembull, unë kam një akademi dhe ditën e premte ishte ora që ti shpesh bëje prova për korin e radhës dhe gjithë mësuesit që japin mësim te akademia që drejtoj unë, kërkesa tyre e parë ishte të lutem mos më lëror në këtë fash orari sepse un kam kohë me zyshzanën dhe zyshzanës është e pamundur ti mungosh. Pra kush ka qenë qelsi yt, se s'ka pedagog që nuk të mungon studenti e nxënësi, ja? Jo vetëm në shkollë, po njeriu herë ka disiplinën në jetë, disiplinën e tij aq më tepër kur je drejtues. Dhe them që jo vetëm për mua, por suksesi I një drejtuesi në rast parë është disiplina. Është disiplina, është të jesh një në rregull ti vetë që të kesh mundësi t'i kërkosh tjetrit llogari. Është e vërtetë ajo që unë e kam pasur dhe e kam akoma
që kur kam filluar në fillimet e mia, është orari i fillimit të provave. Dhe rregullsinë më pëlqen se e kam brymosur dhe te vetja ime shumë. Jo, po nuk bëhet ndryshe. Nuk bëhet ndryshe. Edhe sot ishte shumë korrekte, ka ardhur edhe përpara nesh. Po jam mësuar edhe në punë kur shkonim dhe kur isha në opera, gjithmonë shkonim më përpara, të gjithë ne drejtuesit. E kishim, nuk e di, të vjen vet ajo, në kuadrin e kësaj. Kemi maman e Oriola Marasit në panel, por unë dua të bëj një pyetje. Jam së pari Gjojaka Jeda, mamaja Oriolës. Po Gjoj, gjithmonë e thua, po mirë, po përfitoj nga rasti të bëj këtë pyetje. Pra, Oriola Marasi ka qenë nxënësja juaj apo jo? Studentja. Okej, nga që thatë që neve ngelimi nxënës të përjetshëm, prandaj pas në këtë kuadër. Oriola tani mos ma bëj pyetjen fare se flasun dy fjalë për Oriolën. Oriola hyn tek studentët që unë i kam dashur, i dua shumë. Ka qenë vajzë kur ishte në shkollë, pavarësisht ajo gjë e bukur e gjatë ashtu, ishte shumë korrekte. E linte ndonjëherë orën e mësimit? Asnjë, tek unë jo. S'bëj fjalë. Tek unë jo. Unë përgjithësi nuk jam marrë me studentët çfarë bën filan orë ose unë shikoj vetëm me mua, marrëdhënien që ka me mua, jo vetëm Oriola, por të gjithë studentët që kanë kaluar tek unë. Oriola ishte jo vetëm korrekte shumë, se nuk është korrektësia vetëm të shkosh në orar dhe të rish urt, por ishte shumë e përgatitur. Oriola i dinte të gjitha partet. Do me thënë kishte shumë dëshirë për ta bërë. Dhe tani po e shfaq talentin apo jo Gjoj, se po na këndon shumë bukur, po spikat edhe në këngë. Unë kam aktivizuar dhe në koncertet që kam pasur me klasën korale. Po të kesh një mësuese, një pedagoge si Zana Turku, s'kishte si të ishte ndryshe. Shiko Zana, shumë mirë njohje për këtë fjalë. Ajo është një vajzë artiste e brymosur dhe e formatuar, mendoj, nga dy maestrot që i kanë dhënë jo vetëm profesionalizëm, por edhe dashuri, Suzana Turku dhe Alma Strazimiri, që të dyja i kanë dhënë shumë dashuri mbi gjitha, por sot i rrefeva në mëngjes kur më uroi gëzuar festën. Tha, unë jam njeri më i lumtur në botë që për këtë fest i ke ftuar zyshën time që unë do adhuroj deri në fund të jetës dhe që më ka formuar artistikisht. Dhe në fakt më dha leje për të folur për të vetëm pse është Suzana Turku në panel dhe tje adhurimi i asaj vajze deri në fund të jetës. Edhe unë dua shumë e lumtur. Edhe unë e dua shumë Oriolën dhe me që është edhe dita e festa e gruas, si themi ne, festa ndërkombëtare, unë i uroj sa më shumë suksese në fushën që ajo ka zgjedhur. Sepse aty e ka gjetur veten, aty ajo po shkëlqen dhe ka kohë, është shumë e re dhe ka kohë për gjithçka të plotësoj të gjitha dëshirat e saj. Ju përkushtua maksimalisht edhe muzikës dhe kjo ndoshta edhe fal teje dhe fal asaj atij shpirti muzikor që i ke instaluar në gjithë dejet e saj. Unë mendoj jo për vetëm për Oriolën, neve punojmë me të gjithë.